ndërtuara me çmim 10 herë më të lartë se në Kroaci, s'po them se sa në periudhën tonë, me shkolla dhe punë publike të ndërtuara me çmime 8-10 herë më të lartë. Pra, ai ka zgjedhur për të mbyllur të gjitha këto, tu paraqes shqiptarëve një lloj banaliteti me të cilën ata të harrojnë, ose mendon ai, hallet e mëdha që kanë, pensionet e ulta, më të ulta në Europë, çmimet më të larta, vështirësitë e tyre për ushqimin e përditshëm, pamundësinë e tyre për të mjekuar smundjet që kanë, detyrimin e tyre për të kërkuar fëmijëve që të largohen në rrugë të dheut, për të mbuluar papunësinë, që është një epidemi për të rritë shqiptarë, për të mbuluar rrogat e ulta, çmimet stratosferike. Pra, kjo është e vërteta. Ndaj dhe ne, jo nuk devjojmë nga programi ynë, ne do shkojmë çdo ditë, duke paraqitur një program i cili paraqet një mundësi reale për çdo shqiptar. Për pensionistin, një mundësi për një jetë ndryshe. Mbasi nuk do ketë pension me tulë se 200 euro pas vendosjes minimumit jetik, dhe pensionet tjera do rriten me 20%. Për rrogultin, një rrogë, nuk do ketë rrogën ndën 500 euro. Për rrogën mesatare, 1200 euro. Dhe jo vetëm kaq, por të gjitha rrogat, mbi rrogën e ulët, për shkak të uljes të atim fitimit mbi të ardhurat personale, rriten automatikisht me 13%, sepse sot ata paguajnë 23% taksen. Nesër do paguajnë 10% të këtyre të ardhurave. Pra, do kenë kartën e konsumatorit, pensionist dhe rrogullt. Studenti do ketë bursën 200 euro. Mesatarja do hiqet në shkolla. Mbarur shkollën do bëhet gjithçka për punësimin e tyre. Do ketë grante për bizneset e tyre. Për çdo çift një çati, në mënyrë që të mund të vendosin ëndrrën e tyre në Shqipëri, një çati kundrejt një granti, 30.000 euro për të paguar interesat e bankës, dhe në rast se çifti vendos të bëhet me fëmijë të tretë, ai do ta ketë të shlyer nga shteti të gjithë kredinë. Kështu që në realitet ky është një projekt që mund ta përmbledhim me 2 fjalë: mundësi e re për çdo shqiptar. Në fakt e prekët problematikën e studentëve, sepse pyetja nga Klajdi Debrova është pikërisht çfarë do të bëni për studentët, çfarë plani keni? Për studentët, së pari, hiqet mesatarja e vendosur si shpat Demokleu mbi ta për të përjashtuar nga e drejta e universitetit të paktën 60% të maturantëve. Së dyti, vendoset bursa 200 euro. Së treti, tarifa përgjysmohet ose hiqet sipas rastit në çdo fakultet. Së katërti, pas mbarimit, punësimi i të diplomuarve do të jetë përparësia më e madhe. 1 vit do paguajë qeveria sigurimet shoqërore çdo punëmarrësi për një të ri. Grant për strehimin e çifteve.